Fakte që janë gjetur në qendrën e numërimit në Mitrovicë tregojnë që nuk bëhet fjalë për gabime teknike siç ka pretenduar KQZ dhe kompania, por bëhet fjalë për një inxhiniering shtetëror për manipulim të votave dhe për dëmtim të procesit zgjedhor. Edhe sikur të ishte gabim teknik, ky gabim teknik është i mjaftueshëm për të cilësuar këtë proces zgjedhor si jo legjitim, jo kredibil, me që i gjithë procesi i rinumërimit dhe verifikimit të votave ka kriju një mosbesim të thellë të qytetarët në Mitrovicë dhe të qytetarët e Kosovës. Betejë për Mitrovicë nuk është betejë për PDK, nuk është betejë për Arjan Tahirin, është betejë për demokracinë, është betejë për me mbrojtë vlerat të cilat i kemi etabluar si shtet, si shoqëni tash e disa dekada. Dhe mbi gjitha është me mbrojt një precedent të rrezikshëm të cilën zoti Kurti dëshiron ta etabloj, që edhe në zgjedhje nacionale të ketë një fabrikim artificial të votave dhe këtë duhet të ndalojmë. Dhe vendi për të ndaluar këtë është Mitrovica, vendi është qendra e rinumërimit, e cila nuk është më qendër e rinumërimit, por është qendër e krimit ku duhet të zbarkoj Prokuroria Speciale për të shikuar të gjitha detajet, për të shikuar të gjitha fletë, se si kanë arritur që të hynë ato fletë në përkont e kutive. Ju e dini që 1% shumë e madhe, mbi 90% e fletëve me ndryshim të numrit serik i takojnë Faton Pecit. Kjo është dëshmi e mjaftueshme për të treguar që aty, nga Partia Lëvizjeve Vetëvendosë, ka punuar me fletë e votimit. Ndërsa për të krijuar një manipulim optik dhe një mashtrim optik, ata sigurisht që kanë hedhë në kutitë e votimit edhe emrin e Arjan Tahirit për të pretenduar që kjo është gabim teknik, sepse ky arsyetimi i gabimit teknik është një arsyetim që është parashkruar më herët. Shpejtësia me të cilën ka operuar KQZ-ja, shpejtësia me të cilën ka operuar qeveria, dhe një pjesë e prokurorisë për të thënë që kjo është gabim teknik tregon që ata kanë pas plan A dhe plan B. Dhe ne të gjithë duhet të mbajmë syt në Mitrovicë, sepse si thash nuk është betejë për pushtet. Petri Hamza, Arjan Tahiri e kanë uruar kundërshtarin politik. Kjo tregon që ne kemi qenë të gatshëm për transferim të pushtetit. Ne kemi qenë të gatshëm dhe të ndihmojmë zotit Pecin në transformimin e Mitrovicës. Ama kur është bërë rinumërimi dhe verifikimi votave, është gjetë që aty ka një inxhiniering shtetëror për të manipuluar votën e qytetarëve. PDK që në fillim ka lajmëruar policinë, ka lajmëruar prokurorinë dhe ne kemi insistuar që të ndalet votimi dhe të ketë një hetim shumë të detajshëm para se të vazhdoj rinumërimi. Mirë po, prokuroria ka vendosur që rinumërimi të vazhdoj, po që brenda sallës të ketë policë hetues të cilët do të shikojnë dhe do të evidentojnë se cilën shkelje që ka mujt me u bë aty. Pra, ekziston një hetim i cili është duke bërë në atë qendër dhe ne i presim rezultatet e këtij hetimit dhe të ankesës tonë që kemi bërë në GZAP. Po shkelja e policisë në qendrën e rinumërimit me drejt, unë mendoj që e gjithë situata në Mitrovicë krijuam, gjithë faktet që kanë dalë, tashmë kanë lëndu besueshmërinë e qytetarëve për një proces fair. Dhe unë mendoj që vendi duhet të shkojë në rivotim me vëzhgues më shumë, me një vëmendje më të madhe dhe të ndërkombëtarëve në Mitrovicë dhe siç thash, për të mbrojtur demokracinë, për të mbrojtur vlerat dhe për të mbrojtur mbi gjitha ato që është e shenjtë votën e qytetarëve, sepse në Mitrovicë në raundin e parë ka pas habi. Në raundin e dytë ka pas traum, se si ka humbur Arjan Tahiri, se krejt probabiliteti u kanë që ai me fitu. Pra, ka shumë fakte, prej exit pollëve kompani e afërt me Albin Kurtit të cilën e kanë nxjerrë Arjan Tahirin të parën, prej daljes e cila ka qenë jo normale në balotazh. Krejt komuna tjera ka pas dalje tonë, vetëm në Mitrovicë dalje të lartë. Prej fakti që Arjan Tahiri vetën ka fituar më shumë vota se sa me këtë koalicionit bashkë. Të gjitha janë këto indikatorë që aty ka pas manipulim të votave, po këto janë indikatorë politik. Unë po flas për fakte dhe këto fakte janë të prekshme dhe këto fakte nuk mund t'i mohoj askush dhe ato gjenden në qendrën e numërimit në Mitrovicë. Po në Mitrovicë, siç thash, ka shumë mosbesim ndaj gjithë procesit, sepse shenjat e para janë që aty nuk kanë prej grupet kriminale dhe individët, vetëm ata. Po aty ka projk edhe dora e shtetit. Tash, kjo doza mosbesimit është rrit edhe ndaj shtetit, edhe ndaj institucioneve shtetit, edhe ndaj prokurorisë, edhe ndaj gjyqësorit. Dhe unë mendoj që një hetim i pavarur dhe i shpejt do ta rikuperonte gjithë këtë besim në mënyrë që në zgjedhjet nacionale mos shkojmë me mosbesim, por shkojmë me një mirëbesim,
edhe me depolarizim të spektrit politik, që të ketë oferta për qytetarët, ma pak populizëm, ma pak kashelasha dhe më shumë oferta për qytetarët. Këto fleta që e vërtetojnë mashtërimin nuk janë proporcionalisht me rezultatin zgjedhor. Pra rezultati zgjedhor është 53-47, ndërsa këto fletë janë 90% 10%. Pra nuk ka proporcionalitet. Po të ishte gabim teknik, do të kishte proporcionalitet. Me që nuk ka proporcionalitet, kjo është dëshmi e gjallë, që mbrapa saj është lëvizja vetëvendosje. Se qysh kanë arrit me bë këtë, qysh kanë arrit me bë krim më të sofistikuar elektoral në historinë e Kosovës, kjo nuk është diçka që ne mund ta bëjmë, po i takon drejtësisë që ta bëjmë.